Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se pas një periudhe disa mujore stabiliteti, niveli i kredive me probleme u rrit lehtë gjatë muajit gusht dhe shtator, duke arritur në 4.19% dhe 4.37% nga 4.04% që ishte në korrik. Edhe pse bëhej fjalë për një rritje të vogël, ky zhvillim shënoi ndalimin e prirjes së rëndëse që kishte karakterizuar muajt e mëparshëm. Megjithatë, të dhënat për muajin tetor tregojnë se trendi i rënës është rikthyer përsëri, pasi norma e kredive me probleme për muajin e 10 të vitit vlerësohet në 4.33%, pra më e ulët se në shtator. Në këto kushte mund të themi se norma e kredive me probleme vijon të mbetet në nivelet më të ulta historike, duke reflektuar një sektor bankar të qëndrueshëm dhe një cilësi të mirë të portofolit të huadhënies. Krahasuar me fillimin e vitit, raporti ka luhade të vogla duke lëvizur midis 4% dhe 4.37%. Më konkretisht, sipas shifrave zyrtare, viti 2025 nisi me një nivel prej 4.12% të huave me probleme në janar, për të ulur më pas në 4.02% në mars. Më pas raporti u stabilizua rreth 4% gjatë pranverës, ndërsa në muajt e verës ka shfaqur një rritje të lehtë. Në sektorin bankar të Shqipërisë, raporti huave me probleme është një tregues thelbësor për të matur cilësinë e portofolit të kredisë së një banke. Këto tregues dëshmojnë se sistemi bankar ka aftësi përballuese ndaj rreziqeve, pavarësisht rritjes së lehtë të kredive me probleme. Në krahasim me vitin e kaluar, kreditë me probleme vijojnë të qëndrojnë nën kufirin 5%, një nivel që konsiderohet i shëndetshëm nga Banka e Shqipërisë dhe që tregon përmirësim të qëndrueshëm të cilësisë së huadhënies.